Pasi këtë muaj disiplina është në zemër, atëherë pastërtinë kësaj radhja kam lënë pjates. Kjo recetë është shumë e thjeshtë, ka përbërës të pastër, sepse edhe gjatë Ramazanit trupi meriton kujdes, po aq sa shpirti. Pjatës sot ja shtova dhe kuskusin, një burim i mirë i karbohidrateve të lehta që më japin energji pa më rëndu dhe kombinohen shumë mirë me patligjonat pasi që janë të pasura me fibra dhe janë shumë të lehta në kalori. Gjatë këtij muaji po mundohem jo vetëm me agjëru, por edhe me pastru organizmin me ushqime më të lehta, më të pastërta, edhe me përbërës që i bojnë mirë trupit tem. Një mesazh për të gjithë juve: kur kujdesemi për shpirtin, duhet mu kujdes edhe për trupin. Bye!